këtë edicion do të ndiqni. Dëshmori Dashmir Krasniqi zëvend në një vepër krijuese të Alkend Pozhegut. Problemet infrastrukturore shqetësuese për banorët e fshatit Dol. Pjetër Shani shkëlqen edhe në pranverë, jo vetëm gjatë fundvitit. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Portreti i dëshmorit Dashmir Krasniqi ka zënë vend në një vepër artistike të krijuar nga artisti Alkend Pozhegu, pikërisht në kohën kur ndodhi edhe vdekja e tij, 27 vite më parë në epopen e Çabratit. Ky realizim artistik është një tjetër vepër e krijuesit Pozhegu, i cili sjell portretet e emra të njohur në krijimet e tij artistike. Dashmir Krasniqi është përjetësuar në një vepër artistike të realizuar nga artisti i njohur i mozaikëve Alkend Pozhegu. Pikërisht në përvjetorin e rënjës së tij heroike, 27 vjet më parë gjatë betejës së Çabratit. Ky portret vjen si një tjetër realizim i veçantë i artistit Pozhegu, i cili vazhdimisht sjell në artin e tij figura kombëtare, dëshmor dhe personalitete të njohura shqiptare, duke i kthyer ato në vepra unike mozaiku. Për më shumë rreth këtij realizimi artistik ka folur vetë autori i veprës. Sot është 27 vjetori i dëshmorëve të Djemtë e Gjakovës që kanë dhënë jetën për liri, që ne sot e gëzojmë. Jam munduar në përmjet të portreti të falenderoj të gjithë ata dëshmorë që kanë dhënë jetën. Dhe në këtë ambient të mrekullueshëm të Djemtë të Lirisë në qytetin e Gjakovës, jam munduar nëpërmjet të portreti dëshmorit të kombit që ka dhënë sot e 27 vjet Dashmir Krasniqi Dashi, jam munduar nëpërmjet të portreti të falenderoj përjetësisht. E veçanta kësaj për mua që është copa nga kokrat ta formojnë një mozaik që brez mas brezi të kujtojmë Djemtë e dhënë jetën për liri, që edhe brezat e ri të kujtojnë dhe të mos e harrojmë asnjëherë. Mes tjerash, Pozhegu tregoi edhe për llojet të drithërave me të cilat është duke e punuar këtë portret. Po për masat janë parafësisht 2 metra me 1,80, me një sasi rreth 100 kg drithra që do të përdoren. Kryesisht janë kokrat misër, oriz, falële dielli, grën dhe disa kokra tjera që mundu t'i përshtaten me pamjes që më kërkon. Sa orë merr ky punim parapërsisht? Po ky punim më merr rreth 4 deri 5 orë. E veçanta kësaj dua ta falenderoj iniciativën e mikut të Dashit, të dëshmorit Florent Hoxha, që ka qenë ideja e tij, që sa vite jemi duke punuar ta realizojmë këtë punim dhe unë me vërtet jam falendërues ndaj Florentit. Dashmir Krasniqi ra heroikisht gjatë luftimeve të betejës së Çabratit në vitin 1999, një nga ngjarjet më të rëndësishme të luftës në Kosovë. Ai kujtohet si një luftëtar i përkushtuar për lirinë e vendit, ndërsa emri i tij vazhdon të nderohet nga qytetarët dhe bashkëluftëtarët. Përmes kësaj vepre artistike, figura e tij rikthehet në kujtesë kolektive si simbol i sakrificës dhe atë dashurisë. Banorët e fshatit Dol janë ankuar për një problem infrastrukturor i cili po ju sjell telashe të shumta në qarkullimin e përditshëm. Ata thonë se ky problem është prej disa vitesh, edhe pse disa herë kanë adresuar ankesa tek institucionet. Banori i kësaj zone Dod Leshi ka puhuar me djumit ton se nëse institucionet nuk ndërhyjnë në sanimin e kësaj problematike, banorët janë të detyruar të protestojnë për ta gjetur një zgjidhje. Në fshatin Dol të komunës së Gjakovës, banorët kanë shprehur shqetësim për gjendjen infrastrukturore të rrugës kryesore, e cila sipas tyre është të dëmtuar dhe e pakalueshme në disa segmente. Nga pamjet e kamerës së syrit vërehen dëmtime të theksuara, ndërsa banorët thonë se problemi nuk është trajtuar prej vitesh. Për këtë problematik foli kryetari i fshatit Dol, Dod Leshi, i cili shqetësimin e tij e nisi duke treguar se që nga viti 2017 nuk është bërë asnjë ndërhyrje për sanimin e gropave, pavarësisht ankesave të vazhdueshme në komunë. Për fshatin Dol, rrugën e fshatit Dol, ku më thonë drejtën prej 2017-s, sa konë qëtër kush në qeverisë,
nuk janë bon. Në 2017 janë renovu gropat. Prej 2017 deri tash në fshatin Dol asnjë grop nuk është renovu, as nuk është prek. Edhe pse kemi shku në komune me radhë, ditë me radhë, te drejtori shkëmbim kastratit, drejtori shërbime publike, thot po sot po nesër, asnjëherë nuk janë kry. Prej shkollës Dolit, shkolla Anton Qeta, derisa del në Kurshaves atje është kaos. E nëse institucionet nuk ndërmarrin hapa në këtë drejtim, Leshi tha se banorët janë të detyruar të organizojnë edhe protesta. Unë nuk kam kompetente, komuni e ka kompetentet. Taksa pagus jemi gjithë, taksa pagus të rregullt. Kështu si bëj apel kryetarit komunës, li ta marrin iniciativë sa më shpejt li të rregullojnë këto gropa në fshatin Dol. Përndryshe na do ta bëjmë një protestë apo do ta bllokoj fshatin Dol, mes me pagu kush asnjë taks. Mos thonë masin nuk janë ka paguajnë. Kështu si ju bëj apel sa më shpejt li të na rregullojnë, shifet edhe këto në foto, falënderes të pritëve syrit, rruga është kaos. Komuniteti i kësaj zone kërkon që të ketë ndërhyrje urgjente në sanimin e rrugës në mënyrë që rruga kryesore të rikthehet në gjendje të kalueshme dhe të shmangen për shkallëzime të mëtejshme të pakënaqësisë. Dita e Evropës është ditë ceremoniale që shënohet me 9 maj të çdo viti nga Bashkimi Evropian në njohje të paqes, prosperitetit dhe unitetit të arritur brenda Evropës, që nga formimi i kësaj organizate. Kjo festë shënohet edhe në Kosovë, edhe është një nga 11 festa zyrtare vjetore, sipas ligjit për festat zyrtare, të cilat shënohen me ditë pushimi. Çdo vit me 9 maj, Kosova i bashkohet vendeve evropiane në shënimin e ditës së Evropës, një datë që simbolizon paqen, bashkimin dhe bashkëpunimin ndërmjet shteteve të kontinentit. Në Kosovë, kjo ditë është festë zyrtare dhe përcillet me aktivitete institucionale, kulturore dhe mesazhe që lidhen me rrugën europiane të vendit. 9 maj lidhet me deklaratën Schuman të vitit 1950, kur ministri i jashtëm francez Robert Schuman hodhi idenë e krijimit të një bashkëpunimi ekonomik mes shteteve evropiane vetëm pak vite pas përfundimit të luftës së dytë botërore. Ky propozim konsiderohet si themeli mbi të cilin më vonë u ndërtua Bashkimi Evropian. Në Kosovë, kjo datë ka një simbolik të veçantë politike dhe shoqërore. Përveç karakterit festiv, Dita e Evropës shihet edhe si rikujtim i synimit të shtetit për integrim evropian dhe forcim të lidhjeve me institucionet e BE-s. Në qytete të ndryshme organizohen koncerte, ekspozita, aktivitete për të rinj dhe diskutime mbi vlerat evropiane si demokracia, liria dhe të drejtat e njeriut. Por Kosova nuk është e vetmja që shënon këtë ditë. Dita e Evropës festohet në shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian, megjithatë mënyra e shënimit ndryshon nga një vend në tjetrin. Për Kosovën, shënimi i Ditës së Evropës mbetet jo vetëm një festë zyrtare, por edhe një mesazh politik e shoqëror për orientimin drejt Evropës dhe aspiratën për të qenë familje sa më e mirë europiane. Ekzistojnë disa mënyra se si mund të mbajmë trunin aktiv dhe të shëndetshëm. Lidhjet sociale, aktiviteti fizik, ushqimi i zgjedhur e gjumi cilësor janë faktorë të rëndësishëm në këtë drejtim. Kështu ka vlerësuar në emisionin Med Plus psikiatri Adrian Zhubi. Stimulimi kognitiv është i domosdoshëm për zhvillimin e trurit, mirëmbajtjen dhe shëndetin e trurit gjatë gjithë jetës. Ai nuk është i rëndësishëm vetëm për fëmijët, por edhe për të rriturit dhe të moshuarit, për ta mbajtur mendjen aktive dhe të shëndetshme. Kështu ka vlerësuar në emisionin Med Plus psikiatri Adrian Zhubi. Stimulimi kognitiv është i domosdoshëm në gjitha stadiet e jetës, po ashtu edhe në fazat e fundit, domethënë në periudhën e plakjes. Disa studime epidemiologjike, të cilat e kanë marrë aktivitetin kognitiv, efektin e aktivitetit kognitiv në funksionin e trurit në moshën e mesme dhe moshën e shtyrë, kanë arritur të kalkulojnë që, domethënë, në moshën e mesme aktiviteti kognitiv i shtuar mund ta zvogëlojë rrezikun e demencës deri në 34%, demencia domethënë në total i rasteve, e për Alzheimer diku rreth 46%. Doktori Zhubi gjithashtu vuri theksin edhe te studimet të fundit në lidhje me izolimin social te mosha e tretë, e që sipas doktorit persona që jetojnë vetëm pa partnerin e tyre në pleqëri mund të kenë plakje më të shpejtë të trurit. Faktori jashtëzakonisht ka impakt jashtëzakonisht të madh në funksionin kognitiv, domethënë si reduktimi i interaksionit
ose bashkëveprimi social, por edhe vetmia, janë të asociuar me rënien e funksione kognitive edhe me incidentë shtuar të demencës. Ende nuk dihet se a është rënja e funksioneve sociale është pjesë prodromale, domethënë indikator i paraqitjes hershme, indikator i hershëm i paraqitjes së demencës, apo është faktor i veçantë, domethënë faktor i riskut i veçantë. Të gjitha studimet flasin se çifte, domethënë individ që jetojnë bashkë për dekada, kanë rrezik më të vogël të rënies kognitive dhe rrezik më të vogël të demencës. Ndërsa nëse kur kanë studiu çiftet që domethënë kanë humbur një partner, domethënë kur kanë qenë bashkë me disa dekada të martuar dhe kanë humbur një partner, partneri tjetër ka pas rënje rapide të funksioneve kognitive, izolimi social, incidencë më të madhe të depresionit, çrregullimeve të gjumit edhe vdekje më të hershme, domethënë humbja e partnerit jetësor e ka akseleruar, ka shpejtuar këtë proces të rënies kognitive, ka rezultuar me morbiditet më të lartë dhe ka rezultuar me vdekje më të hershme. Ndërkohë, psikiatri Zhubi shtoi se për ta ruajtur shëndetin e trurit, faktori i rëndësishëm janë edhe ushqimet, duke ndaluar të 3 lloje të dietave. Po evidenca shkencore i identifikon 3 lloje të dietave. Para është dieta mediterane. E dyta është një dietë që DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension, domethënë kjo ka për qëllim ta targetojnë këtë faktorin e rrezikut të hipertensionit. Edhe tjetra është MIND, domethënë këtu janë shkurtesa. MIND është kombinim i dietës mediterane me dietën DASH. Dieta mediterane, e cilët mas të madhe dhe na përdorim, përbëhet prej pemëve, perimeve, prej drithnave, prej bishtajorave, arrave, peshku, vaj ullinit, edhe përdorimi i zvogëluar, i limituar të mishit të kuq, i ushqimit të procesuar dhe ushqimit që ka shtesë të sheqerit. Ky lloj ushqimi ka efekt antiinflamator, radhë parë për shkak të omega-3-shit dhe polifenolëve, ka komponentën antioksidant vitaminat C dhe E, ka komponentën vaskulare, domethënë e promovon shëndetin vaskular duke mundsuar përmes reduktimit të shtypjes së gjakut, ka efekt në mikrobiomën e lukthit, për shkak se ekziston ky oksid tru lukth, që gjithnjë më tepër është në evidencë shkencore për këtë komunikim. Dieta mediterane po ashtu karakterizohet me kontroll të glikemisë më të madhe, por ndikon edhe në rregullimin e neurotransmiterëve. Që shëndeti i trurit të jetë sa më i mirë, doktori thotë se edhe gjumi i rehatshëm është një faktor i rëndësishëm. Roli i gjumit në funksionin e trurit është jashtëzakonisht i madh. Shoqata amerikane e gjumit rekomandon 7 deri 9 orë të gjumit kontinual gjatë natës. Më thonë është i rëndësishëm jo vetëm kozgjatja e gjumit, por edhe efektiviteti dhe kualiteti i gjumit. Më thonë qëllimi është që gjumi të jetë restorativ, domethënë riparues. Qëllimi është që kur të zgjohen në mëngjes, të jenë të freskët, kanë energji, të jenë të gatshëm të fillojnë ditën, pa ndjen e lodhjes edhe pa aftësisë për të koncentruar. Në thelb, stimulimi kognitiv nga profesionistët të fushës vlerësohet si ushqim që mban trurin funksional dhe të shëndetshëm. Përveç dritave plot ndriçim, gjatë dhjetorit edhe gjatë muajve të pranverës duket i bukur fshati Pjetërshan, i cili gjendet vetëm pak kilometra larg zonës urbane të shtetit. I njohur për natyrën e qetë, ajrin e pastër dhe peizazhet e bukura, ky fshat këto ditë maj ka filluar të gjelbërohet duke i dhënë vendit një pamje shumë të bukur në gjithë shtrirjen e tij gjeografike. Pjetërshan është një nga ato vendet që në çdo stin merr një pamje të veçantë. Ky fshat post që shkëlqen me magjinë e tij gjatë festave të fundvitit, po kaq i bukur duket edhe gjatë muajve të pranverës ku qetësisht duket sikur po sjell me vete një jetë të re. Këtë fillim maji, në këtë ambient fshati, livadët kanë filluar të marrin freskinë e tyre e pemët vetë se kanë nxjerrur sythat e parë, bashkë me ajrin që mbushet me aromën e tokës së lagur dhe lulet të sapo qelura.
Nga imazhet e siguruara nga syri i kamerës son duket qartë se në mëngjeset pranverore këtu dëgjohen cicërimat të zogjve që rikthehen pas dimrit, ndërsa njerëzit fillojnë të dalin më shpesh në oborre rrugë dhe gjithçka duket sikur po zgjohet nga qetësia dimrore. Bukuria pranverës në Pjetërshan ka një ngjësi krejt tjetër nga dimri. Çdo cep i fshatit duket më i ndritshëm, ndërsa njerëzit ndihen më afër natyrës dhe njëri tjetrit. Kombinimi i ajrit të pastër, natyrës së gjelbëruar dhe atmosferës së ngrohtë familjare e bën fshatin të duket i bukur në çdo stin, por sidomos në kalimin nga dimri në pranverë, ku gjithçka mbushet me jetë dhe shpresë. Fitnesi i hapur në zonën e Shkugzës prej disa kohësh është në funksion të qytetarëve, por jo për formën më të mirë të mundshme. Kjo hapësirë rekreative destinuar për ushtrime dhe aktivitete të tjera duket se nuk po mirëmbohet si duhet. Të moshuarit që zakonisht frekuentojnë dhe përdorin këtë hapësirë prapa kamerave treguan që çdo ditë shohin mbeturina dhe se disa nga pajiset janë jashtë funksionit. Parku i Shkugzës në Gjakov, përveç rekreacionit dhe freskisë, shfrytëzohet edhe për aktivitete fizike. Para disa vitesh, brenda shtigjeve të parkut, është krijuar një palestër e vogël me mjete vetanake nga një grup i natyrdashësve, por që nuk po mirëmbahet e po dëmtohet nga persona të papërgjegjshëm. Të moshuarit që zakonisht frekuentojnë dhe përdorin këtë hapësirë, prapa kamerave treguan që çdo ditë shohin mbeturina dhe se disa nga pajisjet janë jashtë funksionit. Ata gjithashtu thanë që në shumicën e kohës pastrojnë në mënyrë vullnetare këtë hapësirë dhe se nuk kanë informata rreth personave që dyshohet të kenë shkaktuar këto veprime. Për personat që qëndrojnë prapa këtyre veprimeve dhe dëmeve të shkaktuara, duhet ndërmarrur masa nga organet kompetente, duke parandaluar dëmtimet e aseteve të parkut. Në vazhdim të ndjekim parashtrimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndohemi të ndjekim edhe njerë titujt kryesor të këtij edicioni. Dëshmori Dashmir Krasniqi zëvend në një vepër krijuese të Alkend Pozhegut. Problemet infrastrukturore shqetësuese për banorët e fshatit Dal. Pjetërshani shkëlqen edhe në pranverë, jo vetëm gjatë fundvitit. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjeqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.